Shqipëria e ka të pamundur të bëj asgjësimin e armëve të Sirisë. Ky është panorama që është krijuar menjëherë pasi kryeministri Edi Rama ka refuzuar nëpërmjet përgjigjes në orën 17:30 vendimin për të mos asgjësuar në territorin shqiptar armët e regjimit të Asadit. Gëzimi nuk është fshehur në fytyrën e asnjë prej qytetarëve, të cilët u mlodhën dhe qëndruan për orë të tëra përpara kryeministrisë, duke kundërshtuar sjelljen e lëndëve kimike të Sirisë në Shqipëri. Besia e parë ishte sigur shpotova nga vdekja. Shumë bukur. Jemi shumë të lumtur, fitoi Shqipëria, fitoi drejta. Shumë të lumtur. Ndjesia ishte me ulurit me gëzimin më të madh. Çfarë të them më tepër? Në këtë atmosferë të ndezur, ambientalistët, studentët dhe qytetarët e tjerë kanë përshëndetur përgjigje negative të kryeministrit Edi Rama, duke e cilësuar këtë si një fitore. Pata njerë që kanë fryt në gotën më dhe më buqevi që Edi Rama dharit një rezultat jashtëmasi, sepse tjetojnë dhe fëmijët tanë edhe ne, së bashku me gjithë studentët. Populli është të vranë dhe vëpron, jo në bartën të rretave politike, po vëpron që pas këmbë që është tu. Me një kohë të madhe, qytetarët e kanë fituar këtë betejë. Pas 4 ditësh protestash, ata janë larguar nga kryeministria, duke dhënë kështu mesazhin se kur të gjithë bëhen bashkë, mund të mundin edhe armët kimike të Sirisë. Për Vision Plus, Sadila Ollon.